Përshëndetje të dashur miq. Sot dua të ndalem në një meditim të mrekullueshëm, ku kemi mundësinë që të shërojmë plagët e prindërve, të cilat na i kanë dhënë si dhuratë në mënyrë të pavetëdijshme. Dhe sot këto plagë, këto trauma, do i çlirojmë së bashku. Përpara se të fillojmë, do ju këshilloja të gjeni një vend të rehatshëm, ku mos të bezdiseni, por të jeni vetëm me veten tuaj. Nëse keni të nevojshëm, mund të ndalni këtë meditim që të pini ujë. Ky meditim këshillohet që të bëhet shtrirë ose këmbkryq. Mjafton që ju të jeni prezent dhe të jeni gati që të çlironi gjithçka që nuk është e juaja. Pasi që keni gjetur një vend ku është i përshtatshëm për ju, le të fillojmë dal nga dal. Mbyllni syt. Mbyllni syt nga dal dhe merrni frymë thellë nga unda. Mbaje dhe nxirre nga dal dhe në qetësi. Merr frymë sërish thellë nga unda. Mbaje dhe nxirre nga dal dhe në qetësi nga goja. Edhe një herë. Merr frymë thellë nga unda. Mbaje dhe nxirre nga dal nga goja. Vazhdojmë edhe një herë. Merr sërish frymë thellë nga unda. Mbaje. Nxirre nga dal dhe në qetësi nga goja. Kujtoja vetes që në këtë meditim jeni të sigurt, jeni të mbrojtur nga hyjnorja, ku në hapësirën tuaj personale mund të hyjë vetëm drita hyjnore. Imagjino një rreth drite të bardhë, i cili e ka rrethuar të gjithë trupin tënd. Ky rreth drite ngjan me një kupol apo një vezë të padepërtueshme. Dhe në këtë moment, unë thërras engjëjt e dritës. Thërras udhërrëfyesit tuaj. Thërras veten tuaj të lartë. Thërras shërimin hyjnor. Ti vetëm lejoje që kjo kupol drite të forcohet, të bëhet e trash, e padepërtueshme, e pastër dhe e fortë. Tani dal nga dal, le të bëjmë një tokëzim. Vendose të gjithë vëmendjen tek shpullat e këmbëve. Imagjino që poshtë këmbëve është një portal
një rreth drite I cili hapet në tokë. Është portali I tokës. Nga I portal del energjia e ngrohtë, energjia qëndrueshme, e cila është në formën e rrënjëve. Dhe rrënjët futen në tokë. Dhe nga ky moment, ti lëshon të gjithë stresin në tokë, lësho frikën, ankthin, kontrollin, rëndesën, lodhjen, presionin, toka I merr të gjitha, sepse toka shndërron, toka transformon. Dhe pas këtij tokëzimi, tani imagjino mbi kokën tënde një tjetër portal. Dhe ky portal është në formën e një rrethi drite, si një diell I bardhë. Ky është portali I qiellit. Nga I portal zbret një rrezë drite dhe futet në kuroren e kokës tënde. Drita zbret në trup si ujë I shejt dhe ti bëhesh kanal, toka poshtë, e qielli sipër, dhe ti në mes të të dyve. Toka është poshtë këmbëve të tua dhe qielli sipër kokës tënde. Dhe ti je në mes të të dyve. Imagjino aurën tënde rreth trupit. Është një fushë energjie. Ndoshta mund ta ndjesh si rëndesë, mjegull, presion, shpim, ngushtim, ftohtësi apo ngrohtësi. E tani, të gjithë ëngjëjt e dritës fillojnë të të pastrojnë. Imagjino që ëngjëjt të sjellin ujë drite, tym shejtërie, rreze të bardha, rreze blu, rreze roz. Dhe kjo energji fillon të heq nga aura jote. Energjitë e njerëzve, fjalët e rënda, gjykimet, turpin, fajin, gjykimin për veten, që ndoshta ke menduar që nuk je I e mjaftueshme. Merr frymë thellë dhe nxirre ngadalë dhe liro. Lejoje veten që të pastrohesh. Lejoje që trupi të dridhet pak, nëse do.
Lejo që lotët të dalin nëse të vinë, mos i ndal, sepse lotët janë energji që del. Dhe tani dal nga dal, do vazhdojmë të pastrojmë bashkë me ëngjëjt të gjitha çakrat. Vendose vëmendjen tek baza e shtyllës kryesore. Ndjehu i sigurt, e sigurt. Nëse ndjen frikë, nxirre bashkë me frymën. Dhe kujtoja vetes që jeni të sigurt. Ti je i sigurt. Kalojmë tek çakra e dytë, e cila ndodhet 2 gisht poshtë kërthizës. Vazhdo t'ja kujtosh vetes që është normale të ndjesh këtë ruhen traumat. Nëse ndjen dhimbje, lejoje. Nëse të vinë lot, lejoj që të rrjedhin. Ngjitemi më lart tek plexusi solar. Vendose vëmendjen tek stomaku. Dhe fillo t'i kujtosh vetes që ti je vlefshme, ju jeni të vlefshëm. Dhe lejo që të nxjerrësh nga trupi programin. Programet të cilat mund t'i kesh marrë të tipit unë s'vlej, unë s'jam e aftë, unë dua të provoj veten. Dhe ngjitemi më lart në krahor. Vazhdo t'ja kujtosh vetes që ti meriton dashuri, që ju meritoni dashuri. Nëse zemra të shtrëngohet, mos ik, qëndro këtu dhe ndjeje. Dhe ngjitemi më lart në zonën e fytit. Kujtoja vetes që ti flet të vërtetën tënde, që ju flisni të vërtetën tuaj. Dhe këtu le të lirojmë heshtjen, frikën, ndalimin dhe turpin. Tani vendose të gjithë vëmendjen tënde tek balli dhe kujtoja vetes që ti je i lidhur me intuitën tënde,
Ju jeni të lidhur me intuitën tuaj, se cili nga ju. Dhe tani ngjitemi më lart tek çakra e kurorës. Vendose vëmendjen tënde tek maja e kokës dhe kujtoja vetës që ti je dritë, që secili nga ju është dritë. Tani, imagjino një derë të madhe drite, ku mbi atë derë shkruan kujtimet që më kanë formuar. Hape këtë derë, futu brenda saj, futu në atë hapësirë, ku kjo hapësirë është e shejtë, është e bekuar. Dhe në këtë hapësirë shfaqet fëmia yt i brendshëm. Ai ajo është aty. Shikoje. Shiko syt dhe mund t'i thuash: e di që ke vuajtur, e di që je ndjer vetëm, e di që ke pritur dashuri. Tani në mënyrë vizuale përqafoje. Dhe nëse ky fëmijë qahan, lejoje që të nxjerr, lejoje që të liroj. Në këtë meditim ti je i sigurt, ju jeni të sigurt. Dhe pasi që e përqafove fëmijën tënd të brendshëm, lejo që në këtë hapësirë të shejtë të shfaqet figura e nënës. Lejoje që ajo të hyjë në këtë hapësirë. Shikoje si shpirt, shikoje që është një shpirt i mrekullueshëm. Është një shpirt i denjtë për ty, për hapësirën tënde. Dhe mund t'i thuash në mënyrë intuitive: mami, unë kam marrë prej teje shumë gjëra pa e kuptuar. Por tani është koha që të liroj veten.
Tani është koha të liroj fajin, turpin, frikën, ankthin, kontrollin, programin e sakrificës. Dhe tani imagjino që nga trupi yt dalin energji të herta si mjegull. Këto energji mund të dalin nga barku, nga zemra, nga fyti, dhe shkojnë në një flak drite përpara teje. Një flak e bardhë, flak violet, dhe ëngjëjt e hedhin aty. Dhe ajo shndërrohet. Dhe kjo është deklarata e shërimit. Dhe tani lejoje veten që të bësh paqe me mamin. Dhe thuaj, mami, unë të dua, por nuk do të jetoj më jetën tënde. Unë nuk do të mbaj më dhimbjen tënde. Unë nuk do të mbaj më frikën tënde. Unë zgjedh të jem e lirë, i lirë. Nëse ndjen diçka në trup, nëse të vin lot, lëre veten të lirë. Sepse kjo është pika ku del trauma e brezit femror. E shërimit të brezit femror. Tani është koha të kalojmë tek babai. Lejoje që figura e babait të shfaqet në hapësirën tënde, në hapësirën tënde të shejtë. Por shikoje si shpirt. Shikoje se sa i mrekullueshëm që është. Sa i denjtë është për ty. Dhe sa mësime ke marrë nga ai. Dhe thuaj, babi, unë kam pritur prej teje siguri. Kam pritur prej teje përqafim. Kam pritur prej teje fjalë. Por unë sot zgjedh të liroj dhimbjen e mungesës. Imagjino që mes teje dhe babait tënd ka një kordon. Ku ky kordon mban refuzimin, frikën, presionin, ftotësinë. Duhet të provoj vlerën time.
Dhe në këtë moment, tek ty ofrohet Angjëlli Mikael. Dhe Angjëlli Mikael pret kordonin e dhimbjes mes teje dhe babait tënd. Ai ka në dorë të djathtë një shpatë blu drite. Dhe çdo prerje sjell një çlirim tek ti. Dhe të gjithë kordonat bien. Tani hapet një portal drite pas shpinës së babait tënd. Dhe thuaj: babi, unë liroj dhimbjen, liroj heshtjen, liroj frikën, liroj mungesën dhe marr forcën time. Dhe shikoje, veshkoje që babai shkon drejt këtij portali më i lehtë, më i qetë. Dhe gjithashtu ti je liruar dhe je shëruar. Dhe tani brenda teje ka energjinë e nënës, energjinë e babait, dhe ti ke bashkuar të dyja bashk brenda trupit tënd, brenda qenies tënde, brenda universit tënd. Dhe ju ndjeheni të plot, ndjeheni të balancuar, ndjeheni të lirë, dhe ndjeni që i gjithë trupi juaj ka krijuar qetësi. Dhe tani, përpara teje është linja familjare. Dhe në këtë momente ti po thyen ciklin, po ndalon traumat, ti po shëron trupin, po shëron frikën, po shëron mungesën, dhe ti po sjell dashuri për veten dhe brezat e së ardhmes. Imagjino drita që shkon në të shkuaren dhe shkon në të ardhmen. Pastaj kthehet tek frymarrja. Fillo të ndjesh këmbët, ndjej duart, falendëro ëngjëjt, falendëro udhërrëfyesit, falendëro veten tënde të lartë dhe ndjeje
që ti je i mbrojtur, je i sigurt. Ëngjëjt, udhërrëfyesit dhe vetja jote e lartë janë aty për ty, për të mbrojtur. Merë frymë thellë, liroje ngadalë, dhe kur të ndjesh gati mund t'i hapësh sytë. Ose nëse dëshiron, mund të qëndrosh me tingujt shërues. Të cilet në këtë moment po i luan laura. Të falenderoj që ishe me mua. Të dërgoj shumë dashuri nga zemra ime tek e juaja. Namaste.